الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë e falenderojmë për ti falë dhe udhëzime, kërkojmë salavat dhe selamet mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, falenderojmë Zotin e Madh xhelle xhelalu për çdo mirësi dhe begati që na e ka dhënë, që na e ka shtyr imrin për me përjetuar edhe një Ramazan, për t'i kalu këto ditë dhe net të mëdha të Zotit te bareke ve teala në kërkim të rahmetit të Tij. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, nuk e ka falendëruar Zotin ai që nuk i falenderon njerëzit si sebeb. Andaj falenderojmë edhe hoxhën e nderuar të kësaj xhamie, ashtu edhe këshillin edhe vëllezërit që janë bërë sebeb së bashku të kalojmë disa minuta të përbashkëta për të lexuar nga libri i Zotit, nga suneti Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe nga fjalët e imamëve dhe dietarëve të muslimanëve. Të nderuar xhamat, të agjërosh, të mrish Ramazanin nuk është vetëm një datë kalendarike, nuk është vetëm arritje e një muaji të zakontë për neve, është mundësia më e madhe që mundet me të mrinë në dunja. Andaj duhet në Ramazan të shikohet mundësia nga shumë anë, dhe jo të lihet vetëm agjërimi klasik. Andaj do të ndajmë disa pikave të cilat Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në librin e tij, e dietarët i kanë nxjerrë nga libri i Zotit xhelle xhelalu si mësime edukative dhe morale për muslimanin. E para të nderuar xhamat është se agjërimi nuk është për të arruar shëndetin e njeriu fizik, se për këtë ka metoda të ndryshme. Pra agjërimi nuk është regjim ushqimor, as nuk është ushtrim fiskulltur, por është për diçka tjetër për te fizikut. Andaj Zoti i Madh te bareke ve teala nuk i ka ligjëruar dhe nuk i ka bërë të pranueshme disa prej lëvizjeve tona që i ka bërë adhurime vetëm se për qëllime të larta qiellore Zoti i Madh te bareke ve teala. Pra me fjalë të tjera të nderuar xhamat, ne nuk ushtrojmë fizikët tona, trupat tona kur agjërojna. Jo. Andaj e ka obligim edhe fukaraja, edhe zëngjini me ninue, edhe i dopti, edhe i trashe kanë obligim me ninue, edhe ai që e ka trupin e fortë, edhe ai që e ka trupin e liks, këtë kanë obligim me ninu. Pse? Se qëllimi nuk është trupi, qëllimi është shpirti. Andaj, derisa adhurimi nuk e kuptojmë shpirtërisht, na dhe s'mund ta perceptojmë ata, s'mund t'ja ndjejmë thelbin atina. Për shembull, sa prej muslimanëve, na kur i pyesmi apo të lodha xhërimi, ai zakonisht e percepton këta fizikisht. Jo, thotë elhamdulillah, Allah e ka bërë kollaj. Apo, kjo përgjigje e mirë, ama nuk e kena kuptuar se kur ti thua vallahi elhamdulillah se me 2-13 saat që ti dimrit e me këtë vllat ku nihet agjërimi. Kjo nuk është agjërimi të ndëruar xhamat. Agjërimi, po, është kjo agjërimi, ama nuk ka ajo që don Zoti i Madh te bareke ve teala. Nuk është ajo që don Allahu subhanahu wa taala. Allahu xhelal ka bërë lodhjen fizike dritare për të lodhja, për të arritja shpirtërore. Për këtë arsye sicili musliman le ta kontrollon agjërimin e vet, aja ka prek shpirtin e vet. Qëllimi i lënjes së bukës dhe ujit dhe marrëdhënieve intime me hallalët e tona nuk është për qëllim që na me thon, vallahi elhamdulillah, po ankohet me njëri këtë Ramazan. Po, ama a e ka prek shpirtin ton? A e ka prek thelbin ton? Që thojnë ana, ata kalon shenjë hiç. Sa prej Ramazanave të ndëruar xhamati që na agjëruar, edhe nuk na e kalon shenjë. Nuk e dojna më shumë Allahun subhanahu wa taala, nuk i bindemi më shumë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ta mësojsh çka do Zoti dhe çka do pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Zoti i Madh xhelal nuk na ka prunë dunja pos me njoft atë. Për këtë arsye me paskon dunjaja, qëllim dunja, se kishte caktuar Zoti dekën. Pse ka lënë Allah dekën? Zoti i Madh xhelal e ka lënë dekën se qëllimi i ardhës këtu është me njoft Allahun subhanahu wa taala dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, mi bë ibadet Zotit nëpërmjet sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe e krinë edhe hec. E kanë pyet Ibn Abbasin,
radhiyallahu anhu, djalin e Haxhit pejgamberit alayhi salatu wassalam, në fjalën e Allahut subhanahu wa taala në surën Dhariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." E kanë thënë Ibn Abbas, çka është fjala illa liya'budun? Ka thënë Allahu gjatë thot në Kur'an, e gjinët edhe njerëzit nuk I kam krijuar illa liya'rifuni, pas që të njohin mua. E kur atë çka e nje I bindësh, apo nuk është një njeri që ti e nje edhe atë çka se nje njësoj. Nuk është kur e di ti që është hafiz, edhe sa hafiz nuk ka njësoj. A ki pa për shembull ti me qëllumin I tavolin, edhe e kini njëri përpara, se nje ti. Edhe nuk e di për shembull që ja hafiz ose hoç. Edhe vend dikush thotë ki hafiza. Hafiz m'fal. Pse e ndron trajtimin? Apo ki kana hafiz e pas kalibin Allahu xhelalu. Po këtë arsye sa më shumë që e njeh, aq më shumë shtohet edhe trajtimi. Para mendon me njoft Zotin e Madh xhelalu. Si mundet njëri për njëve me njoft Allahu subhanahu wa taala edhe mos vedasht? Si mundet njëri për neve e din që Zoti e ka kriju, edhe kur ta thirrë I njëjti Zot që e ka krijuar, hayya 'ala s-salat, ai nuk I përgjigjet. Njëri me thirrtin telefon vazhdimisht. Apo, edhe ti për shembull e ke lënë çdo anash, edhe aty shumë për shembull baba ose nana, a mos o telefonion. Edhe ti e shak ti këtë veç cingron. Njëri normal çka I thot, o vëlla, kapeve se baba të thirr. Nana të thirr. O marra mos më aqë latina. Para në njëri sa I shkon I pa edukum dhe pa tërbije, nëse nuk ja ke shël telefonin anës vet. Ke na bashkarisht I kishmi qërtu, I kishmi thonë, o vëlla, nana jota të thirr. Nuk ka doski. Apo na dostave se u vanojnë në minjar. Alo, a me dhirë nana e lëna anësh? Apo, e tani të ndërun gjëmat, kur në thirë Rabbul Alemini, Qish në thirë Zotë I Madh Gjelle Gjelalu? Në përmet vakteve. Hayya 'ala s-salat, e janë namaz, hayya 'ala l-falah, hajde në shpëtim, që ka thirë Zotit? 5 herë ndit thirë. Për këtë arsye, agjërimi të ndërun gjëmat nuk është një sjellje, apo një lëvizje, apo një ushtrim fizik, që Allah me thonë ati shka një noni se po du buba ma shumë muskulator. Jo, hasha vë kella. Një ditë për ditëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Abdullah ibn Mas'udin. Abdullah ibn Mas'udi është ai njeri të cilin ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, kush don me lexu Kur'anin taze, çish ka zrit, le ta lexojë pi Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu. Një ditë për ditëve ka qenë pak më anësh me një pemë, akon shumë zaif. Edhe ja shohin sahabët kom të holla. Edhe njëri pitën e kesh, çfarë kom pas ka ky. Pejgamberi sallallahu reagon më një herë, sepse te pejgamberi sallallahu nuk është fiziku ai I cili e mat njërin çfarë. Çka tha, apo keshni tha me kom të Ibn Mesudit ta pasha Allahu kom të Ibn Mesudit janë matranat e Allahit sa kodra Uhudit. Kush ka kon haxh dhe numre e di se sa e gata kodra e Uhudit. 7 kilometra kodër, 3 kilometra e gjanë. Këta ajo kodër, tha pejgamberi sallallahu Ibn Mesudi kam çka po keshni janë më të dranat Allahu se Uhudi. Por të na tregu neve çka të ndërum xhamat. Por të na tregu pejgamberi alayhis salatu wasallam se te Zoti I Madh Gjelle Gjelalu matët me shpirt, jo me trup. Allahu subhanahu wa taala ka çortu pejgamberi alayhis salatu wasallam një ditë për ditëve e ka pas një muezin. I verbër ka qenë. Edhe ai vend te pejgamberi sa për mia bodi sa pyetje. Ja Rasulullah, ndërkohë që pejgamberi alayhis salatu wasallam kishte galën e parijës që ti bën musliman ata. Edhe çfarë ndodh? Allahu zbrit në Kur'an. Abasa wa tawalla. Umrol Muhamedi alayhis salatu wasallam. Wa tawalla ya tay shpinën. An ja'ahu al-a'ma. Kur I verbri. Por ta tregu Allahu diçka tjetër. Të ndërum xhamat, që kjo është mësimi të agjërimit, nëse nuk I nxjerrim nuk e na kuptuar agjërimin. Çka tha pejgamberi alayhis salatu wasalam? Çka I tha Allahu ja pejgamberit alayhis salatu wasalam? Erki verbri, I cili ma vonë u bën muezini pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ky ishte I verbër. Por Allahu ja I tha pejgamberit alayhis salatu wasalam, ki verbri mesi që po sheh me zemër, ti peleket mesi të zemrës duke vrapu mas tyre të verbëve në zemër që ju punojnë si. Abese wa tawalla, ta ti umrole, ai se ka po umrolin e pejgamberit sa. Ti para më në shku një dverbrit, çorro nuk shef ai. Edhe I mrolesh. A mund të më thonë ai verbrit pse po mrolesh? Po shef më. Ama Rabbul Alamin e ka po. Tha umrol Muhamedi alayhis salatu wassalam dhe ja kthej shpinën atij I cili është I verbër, për të na tregu Zoti I Madh xhelal se mizani, kanari, peshorja te Zoti I Madh te bareke ve teala është
me zemër. Nëse zemrën e ki të mirë, nëse zemrën e ki me besim, nëse zemra e do Allahun, nëse zemra ka iman, ka tauhidin e Zotit subhanahu wa taala, të tjera të ndërum xhamat janë, a njëri ai verbër, a njëri çalon, njëri ka një dorë, tjetri mungon, njëri ka shtëpi, tjetri s'ka shtëpi. Kjo dunja të ndërum xhamat, kjo udhtim. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur i kanë vol për dunjën, ka thonë wa ma li wa lid dunya. Ka thonë çka më lidh mua me dunjën? A para mëna sa të lidh me dunjën? Ka thonë alayhi salatu wassalam, çka më lidh mua me dunjën? Ka thonë shembulli jam me dunjën është si shembulli një udhëtarit i cili ka marrë rrugë të gjatë. Na kena rrugë të gjatë ndërum xhamat. Na kena rrugë të gjatë. Na kur e përcena në njëri deri në Stamboll, deri në Amerikë me shku Zvicë kur vën, e qafna e puthna, hajde selam aleikum, inshallah Zoti ta rriton udhën. Po para menon një njeri se merr rrugë për ahiret. Sa do të me qafat? Para menon një njeri kur merr rrugë për ahiret nuk kthehet më kurr. Sa do të me qafë ata? Ti kur shkon deri në Zvicër, deri në Europë, deri në Turqi, i merr do tesha, i merr do pare. Pse? Se ki rrugë, ka thonë alayhi salatu wassalam, udhëtimi o copë e dënimit. Apo ka përcaja, s'po ka përcaja balloni, apo bjaki. Po njerëz kur i bin ballon. Shtangës, folim, pse? Po e menon do të mos po bi. Po para menon kur të hipe shpirtin qill. Që shka thonë alayhi salatu wassalam, çdo njeri që ka vdes Allahu xha ja çon shpirtin qill, melek. Nëse i mirë nderohet, nëse i keq i gjuhet poshtë. Këto udhëtime do të më bëj hazër. E Ramazani që kjo mundësia për më bëj hazër, por mi bëj hizmet shpirtit Allahu subhanahu wa taala na ka bën neve me shpirt. Na të ndërum xhamat që ka përmendur Ibn Hazmi rahimahullahu taala, ka thonë e keni pa njerëzit kur i vdes nana, baba, çeli do kop çka i vdes për njerëzve të dashur. I kallët shpirti pi dhimbës që i ka dek, edhe nxiton me çu trupin vor. A du të kontradiktore? Ti trupin thu hajde më shpejt o gjot ta shtim vor. Me ja boni pyetje këtu, po çish morë trupin me shtim vor? Atja se do, jo valla e duhe, o shpirtin ja do. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë, al arwahu junudun mujannada. Shpirtat janë çfarë? Si ushtria. Si ushtria. Ata që njihen në mesveti, ata çfarë? Ata pajtohen. Ata që s'njihen, ata spajtohen. E tash dhe dalmi te pika e dytë, pajtohen dhe spajtohen të ndërun xhamat. Kush e ka bë përveç Allahut që këtë Islamin me një ajet 2 miliard njerëz me agjërut njëtin vakt, me 5 vakte namaz, me të njëjtin Ramazan, me të njëjtin zakat, me të njëjtin hax. Kush përveç Allahut? Kush përveç Allahut 2 miliard njerëz me një ajet në Kur'an. Kutiba alaykumus siyam, pak më poshtë me shahida minkum ash-shahra falyasumhu. E keni obligim me agjërua. Ti traja vlad i kitë shtëpia me nxisi ban me nimene. 2 miliard musliman Allahu që ka thonë nini. Agjëro. Falu. Këtë për një herë. Kjo çfarë tregon? Se veç kudreti Zotit xhelle xhelalu me islamin e tij, i rregullon njerëzit. Sa prej neve tentojmë mi bë bashk filanin, alanin zvan, kurgjish. Se s'kemi autoritet. Autoriteti është autoritet Zotit. Pejgamberi alayhis salam kur i ka pa një herë sahabët grumull shtot. Çish Allah ja ka nështruar. Këtë ja ka nështruar atina. Allahu xhelal ka thënë në Kur'an pejgamberit alayhis salam, "Walau anfaqta ma fil ardi jami'an." Këtë parë të botës mi pas, ma allafta bayna qulubihim. Kur bashkë nuk kishe bozë më të tëre. Kur bashkë nuk kishe bozë më të tëre. Cili krijetar në dunja kish pas kudret me nashtineve me një lutë rrugë ditë. Cili krijetar, cili sultan, cili perandor kish pas mundësi neve për një herë me një tekbir Allahu Akbar, më na mulid me një herë nimi veta mas një imamit. Cili? Përveç Rabbul Alaminit. Apo, andaj sa ma shumë që i ngojmë Zotin, sa ma shumë poshtë ka rend. Që kjo është të ndërum xhamat. A ka zhurmë në qiell? Jo. Ku ka zhurmë? Në tokë. A ka rrezik luftë në qiell? Jo. Ku ka rrezik luftës? Në tokë. Të këqija të vinë pineve, atë mirat vinë pi Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, wa sharru laysa ilayk. Sherri zën pi ti o Zot. Sherri zën pi ti. Wal khairu kulluhu bi yadayk. Edhe këtë khajri o Zot atë ti. Andaj të ndëruar xhamat, të mësohemi që të dimë se pinganave në mira, që ky Ramazan, që ky shidet, që ky shihret, që ky e mirë, pikana vjen, pi Zotit. Të ngu Zotin. Sa më shumë që e ngojmë Allahin, sa më mirë na vjen. Sa më shumë që i bind me atina, sa më shumë që neva ai na jep të mira. Por këtë arsye të ndëruar xhamat, Allahu subhanahu wa taala e ka bërë agjërimin edhe e ka bërë krejt ibadet të tjera në një limit.
në një vakt, në një dos, në një vend, shiko, pavarësisht cëllim fshati je, kjo kibla në fund ku lidhet atje me Qabën. Me Qabën. Se lidhet me Qabën, këtë muslimanët e kanë një gravitet, një strumbullar, na për një fe e kapmi. Për një fe e kapmi. Ta dish të ndërum xhamat. Kudo që shif një musliman që s'janë me një fjalë, s'janë të pajtum, kanë përçarje, njëri prej tyre s'u ka kap mirë për fenë. Ma e mend këtë. Nëse një familje me shumë e vlad, edhe baba edhe nana janë gjallë aty. Cilat janë mundësitë nëse shkon ajo familje? Ja prindrit s'janë të ditë mirë me eduku, ja këta edukimin s'janë të ja ngue prindve. Do më thonë, për supozojnë një babë të mirë, i cili punon dhe angazhohet me vlad të vetë, edhe një nanë të mirë, që e dojnë Allah dhe pejgamberi alayhis salam, edhe fëmijët ju dalin nga e prapa. Njëri ngon, tjetri zgon. Çka thonë ana? Ai shka tu bë problem, ai shka se ngon babën. Apo? Ai shka tu bë problem, ai shka se ngon babën. E mirë të ndërum xhamat. Kur na kena probleme, hajde tash ta diskutojna. Na mund na urdhin pinal. A mundet me kon urdhi gabum? O me thon dikush gabim, ju pas kanë gatu s'ban me ninue. Gabim ka gatu kanë mashtruar xhallat. A mundet dikush me thonë, o, nuk ishin 5 vakt, po dalin do budallë, që shtë në për televizor, jo janë 2 vakt, janë 1 vakt. S'mune, bës nuk ka kudret njëri me diskutu 5 vaktin. Po në këta syve të ndërrujnë, sa i përket autoritetit tërma, na jena këtë regull. Atër të kshilmi të poshtë, kur e qënë ti nëzanë si në shkollë. A ka mundësi me kanë defekt profesori? Ka mundësi. A ma ka test, i dhe e ti kanë, e be qëki profesori, a ligjeron mirë a jo? I ligjeron mirë, edhe i këshin nëzanë sa të mirë, edhe ju rigati, atër shka thua, atër faj kanë atë gjeljem. Mos i profesori kanë mirë, shkolla e mirë, plani i mirë, sistemi i mirë, profesori jep maksimumin, edhe gjallim nga ngel. Kush i ka fajet? I ka nxënësi. E të natë ndërum xhamat. A mundet me fajt Kur'ani? Fajet a mundet me fajt pejgamberi alayhis salam? Jo. Kush i ka fajet? Unë edhe ti që se ngojnë atë. Kur ta ngojnë atë, bëmi bashkë. Thot Allahu subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jo musliman kapnu për litarin e Allahut këtë komplet. E kur të kapni për litarin e Allahut këtë komplet. Nëse na e paramenojmë veç një litar, edhe janë gjismi komplet si musliman me dorën e vet ka pak. Edhe atje për shembull, ka ana tjetër i kemi të tjerë. E keni pa ato mundjet që bëhen me loja, njëri ngrej litarin këne, njëri këne. Sa më shumë që janë të fortë, njëna pal e mujnë ata. Na leçë si na ti mujt të tjerë. Ne na ka u litari. Allah thot wa'tasimu bihabl, kapni mirë, si cili me kudretin e vet. Që ta ngrejna na, e ta kena na musliman të pushtetit që neve na takon. Ama na pse se kena, që na, a kujt mu kapune, na se dina slitarin koha. Apo, sa për neve lezim Kur'anin të ndërum gjëmat. Sa për neve lezim Kur'anin. Sa për neve u a bëjmë të këndshme fëmijëve tonë Kur'anin. Sa e marra të ndërum gjëmat që në për xhamiat tona me ardh o xhallar me thonë, valla s'kena imam për taravih. S'kena imam me na dal me na fal namazin. Ku janë musliman? Sa musliman kena këto vene? Po këtë arsye të ndërum xhamat, mësimi i dytë që duhet ta kemi parasysh është që të bindemi Allahut dhe pejgamberit alayhis salam, nëse dojmë jetë të mirë, nëse dojmë jetë të këndshme. Kjo është ajo të cilën dietarët e kanë dhënë si mësim shpirtëror dhe moral nga Ramazani i Zotit te bareke ve teala. Tjetra të ndërum xhamat. A ka urdhër në dunja? Urdhër në dunja që i bind pasanikat me një urdhër. Me ju dorëzue në veprimtari fukarajës për minihat. Por shembull, jo këtë njerëzit janë zëngina. Zënginat i dini, që i kanë pasuri shumë, i kanë kerat e shumëta. A mu ne bind të një zëngin, mi thonë dhe shka? Ti qëfar keri kije, a i ka dhe një kërë 100.000 euro. Mi thonë kështu, një mujt dit ki me hec me golfnishin tem. Jo me thotë, unë e te pas Mercedesin tem, ti i bet hipi, unë e te golfior. Unë e për shka kam punu, thotë. Unë e kam punu me hip Mercedes temin. Unë e që t'hipi më mërdhin, golfnishin ta nuk hipi kur. Allah thotë, le më muhe. Le më muhe, unë e shkaldoj. Këtë zënginat e kanë obligim të rudit ma gjurue. Pse? Se a pun imani. Shika Allah subhanahu wa ta'ala, krejta dalime qëshërore i ban njësoj me një urdhër. Kjo që ka të kaldon? Se a i cili ka kriju zëngini, ka kriju fukaraja. Allah edhe fukaraja ka obligim ma gjuru, edhe zëngini ka obligim ma gjurue. Por Zoti i Madh Gjula do me tragu diçka tjetër. O ti zëngini cili ki pare, o ti cili ki status dhe ki pozit, një mujt dit du mju ko këtë barabar. Në haq, kush ban haq, Allah ja mundësot këtë atë në shka s'kan bo me bo haqin. E ata shka kanë bo haqin, shka shkojnë umre. Apo, a e kini po në haq, kush a kanë e din,
A mundesh me vërejt ati me thonë që ki milioneri? Ti me ihram, aj me ihram. Ti 5 euro ihramin, aj 5 euro ihramin. Lëkura. E ati me qka dallohesh veç me takvallëk. Inne akramakum inda Allahi atqakum. Te Allahu gjëra më i miri pi juve është më i devotshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haxhin lam tumir s'ka thonë kështu. La farqa bayna arabiyyin wala a'jamiyyin wala farqa bayna abyadin wala aswadin. S'ka dallim mes arabit dhe jo arabit, mes bardhit dhe xhiut, mora me pas me diçka dallim, me takvallëk. Takvallëk të ndërum xhamat. Elhamdulillah që dallimet të Zotit bën me takvallëk. Para mendoni me paskon me pare sa komunisti kishin para neve në xhenet. Po shiqir që nuk ka. Apo, me paskon me pasuni, ata të pasurit kishin një para neve. Ka thonë alayhi sallallahu alaihi wasallam me kundërta. Fukarat e umetit tem hin gjimsdite për para zenginave. Gjimsditja sa i bje me ahiret? Sa i bje? 500 vjet. 500 vjet se në mija të Allah subhanahu wa ta'ala. 500 vjet fukaraja hi ma herët. Thot Ibn Qayyim el-Jawziyyi rahimahullahu ta'ala, pse fukaraja hi ma shpejt? Se e ki pati për shemë kur shkon në aeroport. Sa ma qantën e madhë, thot t'i prit par. E keni bëhet dogana kur shkoj të kufi, t'i s'ki madhë kur gjatë të hec. Shka ki kur gjatë veç unë jam, hajde hec. Apo, a njën e ka mush kamion, thot t'i nalë, hinë atonat. Pse? Ka do t'i paske madhë, t'i paske bëhet. Para me në tash na kur dana për para Zotit Gjelle Gjelalu. A i zëngini thot, ka dana pritu, ti ki pas miliona, nalu. Na ti kina me të vetë, ku i ki fitu? Si i ki fitu? Qka ki ba me to? Ku i ki argju ato? Para me në të ndërun gjemat për një dit me të morë logaritsa za zahmetja. Ku ke, vesh me ma kështu, njani thot, ku ke dhe shëllo? Po kesh me filani, ku ke, qka banë? Abo, zahmet, abo, marja logaria e madhe, me të morë suala e madhe. E zëngini, atë ditë ka zahmet. E fukaraja, unë të të s'kam pas. Sa këmi ishë e ki pas di, një për naksham, një për sabah. Ama njani për neve me na i qenë raftin, jo këto patika të shkojnë me këtë mishë. Jo këto kundrët me këta nuk shkojnë. Apo, mos t'him ka gratë se mësa një sëndal në hiqë. Allah isha Allah i drejton. Po para menon ditë në kiametit, për fustana që do të mirën logari, ajo kur se ka vesh. Ama logari e merë. E kanë pyt Alijun radiallahu anhu ardha. I kanë thonë djallit Agjës pejgamberit alayhi salatu wasalam, na e përshkruaj dunjan shkurt. Mos e zgat. Ka thonë shkurt, ç'është që ka thënë. Ka thonë haramuha azab, halaluha hisab. Shkurt. E mundi me mësu përmend. Halaluha hisab. Haramuha azab. Ka thonë çfarë shkurt? Dunjaja që ki fitu me haram ki mu dënu. Azaba. Mirë njëri thot, po me halal hoxho, kanë me të morë logari, hajta shona. A keni pa kur vinë ato inspekcionet për tregtarët, duqanin, ka dojë të bëjmë i tatimet këtë. A ki pa kur dojnë me të zonë, 97 thot, a i ki pas këtë regull. Po shënë 97, 97 në mujnë prill, që të këtë datë, thot, që të ki vellë. Më shele 15 ditë. Dunja, para me në akhirat. Para me në akhirat, pitë qatë ditë që ka ki him bilik. Qatë ditë që ka ki him bilik. Deri ditën që ka i dhanë Allahu shpirtin, për çdo ditë detal imcila ka me të morë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj të ndërrumë gjëmat, vjen Ramazani për me në kaldu shfarë, se për para Zotit jena të barabartë përveç me takvallëk. Andaj shiko Allahu subhanahu wa ta'ala çfarë bëri me agjërimin, i bani këtë barabartë. Këtë zenginat muslimane kanë obligim me agjërue, këtë zenginat e kanë obligim me fal namazin, këtë e kanë obligim me bëh haxhin, këtë e kanë obligim me dhënë zakatin. Por çfarë arsye Allahu po na ka dhënë këtë? O ju njerëz, te Zoti nisojeni. Njëri ai ka bëu zengin, tjetri e ka bëu fukara. Te Zoti me çka matët? Me takwa. Me takwa. Sa e don Allahu subhanahu wa ta'ala. Një njeri, pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka pas mesin e sahabeve, ka pas pitën fukara shumë fukara. Dhe i kanë nënçmuar do dikush pitën. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë hadith, rubba aghbari ash'af law aqsama ala Allah la barra. Ka do njerëz ju si bani mall. Si shtinë e sa, ka thënë alayhi salatu wassalam, janë do njerëz jo të krem, si ka flokë të kreme. Në atë vakt i kanë marrë flokë të gjata. Apo, ash'af aghbar, i plunos na për shkretin. Kanë jetu njerëzit në atë kohë, sidomos gadishut arabik ka shumë shkretin dhe shumë bluon. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ama ky çfarë pozit ka te Zoti, veç mi thon Allahu diçka,
me njerë ja plëson. A ma plëson edhe mujetia? A ma plëson mujetia? Me bati me thonë, o, Zoti madh, bërshi, në të bërëshi. A be? Jo, se s'kena pozitë të Zoti madh Gjelle Gjelalu. A i shikoni musliman që shkanë me të vetë. Kush doje, kur doje, me qka doje e gjumë. A me raket, a me bombë, me qka, s'ki ta ka morë këtë, pse pi gjunaheve, pi mëkateve, me paskon që ju kishin kësi fejes, me dashtë Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam. Apo, kitë që të toka të ndërum në gjemat, kitë toka ku kanë hecë musliman, a disa pak njerëz i kanë çliruar ato. A i dini Egjiptin? Hinë, Google këshirë Egjiptin. A i disa imama Egjiptin? Fumuni si shifër. Misri. 100 milion popull, sot i ka, 100 milion popull. Shteti ndër shtetet më të forta për vendeve arabe. A dini sa njerëz e kanë çliruar Egjiptin? Një njeri. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, shoku i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Një njeri. Apo, ai shihni këto vendet Irak, Iran, Afgan, çto vendet, Nisabur, vendet të cilat janë vendja më shkretina në botë, më malore në botë. Kush i ka çliruar? Shoku i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ndërkohë njëri prej neve se në sliron televizorin e vet pi haramit. Hajde ndroje kanalin, se në ndrojtë. Ndroja mara kanalin se haram, se në ndroj. Nëse na kanalin se në ndroj në televizorin. Nëse teshat se një ndroj në e vladit tonë, një thonë qikës tane, more, s'ka me veshtu. Qish kena me quj islami pak ma qanena? Qish kena me quj? Nëse që këtë tavolin ndër të dera që ati së në qojna, e para meno që këtë me posë obligim me quj deri në king. More thotë ndër që ati së në qojtë në king së në qojkur. A kupton të ndërëm gjëma, pika vjen dopsia. Dopsia vjen pite zemra. Kini po njeri kur është përshimu gjelos, në shpinë e vetë vënon në rend. Ka rend. S'ka mundësi me kalu që ishdoje. Se ka është gjelos. O gjelos, gjelozon, zdo me pa zhveshin shpinë e vetë, zdo me pa haram shpinë e vetë, me njerë reagon. Kur o zemra e dop, a ki pa i smuti i shë, për që ti ka ro gripi, ti i shë hajet, edhe thot a bujrum, dua mas muj, 14 temperatura, se do. A kuna i shnosh, e fshin krejtune. E që shtona dhe zemra të ndërun gjëma. Kuna e shnosh me iman, apo, nuk e ka problem, qka doje? Na, a e bojnë problem të gjërumën, a ke vera, a ke dimën, sa problema jo? 18, qështë dvene e dili, se kena, na nuk e matë na kur ka ra. Kire sura kur ka hi Ramazani. Andaj, kuptone këtë mesazh për Allahu subhanahu wa ta'ala, që nëse Zoti jon Gjelle Gjelaluhu, nuk i shëron këto zemra, dhe i ban të forta, jo të smuta, i ban të qenë të sigurume, i ban selime, sikur ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, illa men eta Allah bi qalbin selim, ta Allahu nuk shpoton posa e ka zemrën e mirë. Zemrën e pas mirë të ndërum gjëmat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, para se me ardhën e pejgamber, Zoti ka këshill këtë tokën. Apo, edhe në fund i ka urrejt krejt. Me çka i ka urrejt të ndërum gjëmat? Me zemrën. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu nuk i këshill trupat e juve, e as siretet e juve. Njoni për neve rëgjim saatin pasqire, a me dala jo ka dal pak edhe pak frizurë më në tona. Jo që kjo këmisha, dëshma vede pak, apo, edhe më sani rrë si hekuros, lagi, po kushkën e ndarë sona, në rrita si hekuros, se ne jetoj për me napohe. Për nga mesë i ka liru musliman, ka thonë, Zoti su këshirë të punis. Pisë këshirë Allah, veshu qish dush, nuk ta këshirë Allah u gjimë gjimë. Pse sa këshirë, pa i ta ka kryuar. Aja ka kryuar. Siretin, a e këshirë Allah u siretin? Jo, siretin. I bankaj me gjëzije, thotë, Jusufi a.s. kanë maj bukri dunjajës në vaktin e vetë. Gjimësën e bukurijës dunjajës e kje. A mërë që paramendu të ndërum gjëmatë, mi mledh kitë heshmit e botës, Jusufi vetë të kanë. Por të të gratë kër e kanë pëj, kanë prej durët. Thot i bankaj me gjëzije, po por shkak se të Zoti nuk shkohet me bukuri, e ka sprovu me burg. Felebi të visi gjini bidha asinin, kanë ejtë në burg disa vite. Dikun 7 vite kanë ejtë burg, Jusufi a.s. Por ti të regu qëfar? O Jusuf, ato të këshirin ti e bukurien, unë e di du me sprovu. O, gratë janë të ba mas tije, ama Zoti madh jo të këshirë zemrën, ajtë të sprovojna, të këshirë në test. Apo, atë ti përshemull, kur shkon ti, a ke ba, si do mos gjeneratat e reja, shkon një shkollë, edhe ti e shenë rrugës të shkue, që shuka veshki. Ti thu, që ki në shkolla të shkua, a ndarësën. Femra, a të shkon shkolla ndarësën. Kur shkojsh te profesori,
A ti nuk du të më interesu që shje veshti. A ki mësue. A i duhet edukata ti, a i duhet mësima ti. Edhe shembulli Allahut është më i lartë. Te Allahu që nuk është me nënsiti me çfarë i paraqitesh atina. Me ateshat vjetra, atreja. Apo edhe pse du të mu vesh mirë, me takat, sa ki takat. Shun veshësh për te, sa ki takat. Ama me nënsi se kjo të ndëruma zemra. Pejgamberi sa thotë Allahu i pa këtë zemrat e robëve e zgjidhi zemrën time. Andaj që ta ka mundsu Zoti më kanë musliman të ndërum xhamat. As nuk është pse je më i mëshëm, as pse je më i shkollum, as pse je më i pasur. Jo. Ka dash Zoti xhelal xhelalu. Se na njohim pa besimtarë më të mëshëm se na sa dush. Ka prej autorëve të librave që ti kur t'ja nisësh me lexu krija dhem sa i mëshëm ai. Edhe në fund nuk i besoj Allahit. Shkon kin dhe kemi vëllezër që kanë shkuar dhe i përcjellin me dokumentarët. Kinez janë të mëshëm sa menja sa merr. Atomin, neutron, mrena ka hija që, mrena. Apo, shiko këtë qip, pini gjamit. Që kjo plastik, edhe kjo plastik. Se qka daloj të ndërum gjëma? A plastik, të jetën plastika. Kjo a 10 dinar, kjo a shtrejt. Se, kinezit të ka dalë. Nimi programe i ka mrena. Nimi programe. Si të sëvi program, degëzohet, a vun gjama. Plastik. Apo kada. Unë e thot pi këtu në Amerikë lidhi online mini herë. Për 2 dakika ti fol me 20 njerëz, e ki pa, veç i pikson aty trak, 100 mesazhe i shlon me 1 sekond. E kush e ka bëu këta? Insani. Apo te na kanë herë mahnitën bileton. Po jo këto thot shumë janë të ecë përpara, na metëm kurkun. Jo se na met kurkun. E nuk kena met kurkun. Kur e sos ki detirën, e marron iPhone-in dhe del natana. Apo sidomos në Japoni dhe Kinë. Kur ta krije kush shkon i ban ibadet kujna. Kujna i ban ibadet? Lopës. Viçit. A e dini që një ndi 20.000 adorohen. Minin, a e dini maca dhe minin. Qa i minin 20.000 në indi ibadet ju bohën. Minin për para edhe falet për minin. A e kuptom se Allahu gjëra e përmen begatin e islamit që na i falë me Allahut, elhamdulillah. Kjo begati e madhe të ndërum xhamat. Ti jesh musliman a begati e madhe. Ti as gurit si beseshte, as vorrit si lutësh, as teqësh si lutësh, kur gjajt si lutësh, ti lutësh ati cili ka ndorë krejt. Ati cili, kjo begati. Belillahu yamunnu alejkum. Allahu gjëra thot, ka nërë do bedevi e ka pranu islamit e pejgamberi alayhi salatu selam, edhe janë kanë finu mu lazru. Qebe më u banë musliman më se në e lodhët krije. Allahu gjëra ka të vita jetë. Belillah. Jo be ju nuk mundi me ne përmen, ju mundi me pe jonë sa më qeni ba musliman. Allahu ju ka begatu juve që ju ka ba musliman. Sa jemi të begatun të ndërum gjëmat që jena musliman, ama tjena që ashtu që duhet. Na ka njëherë po kena merak me konë musliman që ishdojnë ana jo që ishdo zotit. Apo që ishdo zotit. Nëse profesorët të jetë 10 faqe mësim mi mësue, ti ki mësu gjithë faqe, edhe i thu unë e du me mvetë për gjithë faqe. Kata. Qa të profesori? Unë e këtu i nëjë regullat, jo ti. Apo unë i nëjë regullat, jo ti. Notat si kina bo na, a i ka bo, profesori në notat. Nuk mund është ti me shku mi thonë profesorit, ama ditarin, nëma që tu peshe. Ka dalë. Unë e nëjë këtë nota, jo ti. E na të ndërum gjemat, a du të më kohë musliman që në i menja neve, a që që kalon Allahu gjithë gjithë. A e leti në sakin kujtohet ti, a që kalon Allahu gjithë, që kalon. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr. Jo, thot Allahu xha, keni me lan bukën kur ta dalloni pendin e bardh nga perizin në çim. Për këtë arsye, të ndërum xhamat, ne ta kuptojmë se mirësia e Ramazanit nuk është vetë agjërumja. Këtu janë një varg mësime shumëta. Nëse nuk ja kuptojmë thelbin, na jesmi unt, po jesmi pa shpërblim. Allahu nuk e do urijen. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, shumë njerëzve Allahu kur gjos ka nevojë për urijat e tyre. Apo, çka ka nevojë për urijat e tyre? Çka ka për urijat? Uria në vetveti, është mangësi. Është emet. Andaj Allahu nuk ka të meta. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Allahu samad. E lexojmë këtë sure. Çka është Allahu samad? Ai i cili nuk ha. Allah nuk ha, as nuk pi, as nuk uritet, kur gjo nuk kopit metave. Subhanahu wa taala, as nuk merr diçka përmeshtue, se o Zot, na po. Pse na po? Se për çfarë jena? Pse Allahu gjërat, pra, nit met edhe më shumë e shton.
Që për shembull, leçi uria kur shki me hongër pi fukarallok këto është e madhe. Po para më në ta bëhe farz. Pse më bëhe farz urien? Farz urien për shpirtin, o insan, imanin me ta ngrit. Ky Ramazan të ndërun xhamat ka ardhur me na bë më musliman, më të edukuar me Zotin, më të nështruar ndaj Zotit, më të dorëzuar ndaj Zotit. Nëse si dorëzohemi atina, edhe në namaz, edhe në zakat, edhe në hax, edhe kur thotë që kjo është haram, le. Zoti ka thënë me lan. Dush me ditë që me Zot nuk ka hajgare. Me Rabbul Alamin nuk bëhet hajgare. Ka thonë le. Apo le. Keni pa për shembull tash, a mundesh ti me thon? Apo tash o xho nafti ka hip. Ka hip nafti apo u tranu njerëzit. O njerëzit janë të vdek atje. Njerëzit janë të mit atje. Muslimanët janë të hek, na e kena vënë në naftës, apo e mira, mundesh më shkuti mi thon sot që për shembull ka hip 15 dinar naftë, apo a më thon paguma me gjeshmit. Çka të thaj o xho? Sa si dush me sot të je paguma me gjeshmit. Po s'mund me gjithë se ligje ka bo. A e ka pru e thot, mund ka arë pinal. Si dush me paguj që kaq. Nëse ti të nafta së në ndron. A e ndron Kur'anin a? Naftën së një ndron. Ligje ka pru. Apo? Për këtë arsye, të mësohemi ti marmi urdhët e Allahut shumë serios. Shkjo qëllimi i Ramazanit. Që milimetra ti mës të hajshbuk, milimetra mës pish uj, në gram të vogla ta shifsh, mës ta prishësh, që ashtu edhe Islamin ta këshirsh në milimetr mës ja prishësh. E lutim Zotin e Madh Allahu t'i drejton zemrat tona ya Rabbul Alamin. Ti bën zemrat tona muslimane, ti bën zemrat tona të devotshme, ti bën zemrat tona ta dojnë Zotin e Madh, ta dojnë Rabbul Alamin, ta ndojnë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. E lutim Zotin e Madh që Allahu ditët e kaluara, për shkak se dytë e treta gati po e lan Ramazanit, Allah ta kebo qabul pi neve ya Rabbul Alamin. E pjesa që na ka mbetë është pjesë shumë serioze, me të ta ka mundësi më kon nata e Kadrit, Allah na mundsoft me mirë natë të mëdha ya Rabbul Alamin, duke i mbush me namaz, me lexim Kur'ani, me dua, me agjerim gjatë ditës, duke synuar rahmetin e Zotit xhelel xhelalu. E lutim Zotin e Madh pasi që ket na në këto vende jemi rahat. Atë ka ngojt dikush të orë xhami? Jo. Ke han ke pi bilen ashtu edhe kitë provë. Inshallah Allah na fal. Se kitë të provojna. Ka musliman se di a që tu kam me bëj iftar, a që kënena. Çanena bani iftar, kënena ja vrasin fëmijë. Mos i harrojnë ndoa. Mos i harrojnë ndoa Zotit të ndihmoje. E ata zullumçar, e ata kriminal që bujnë zullume, Allahu me zullumin e vet i shpartallon ya Rabbul Alamin. E bani Allah për gjatin, Allah i shpëlbej për dëgjimin, Allah i pranon veprat tona. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.